Dhe selamet janë për profetin e fundit, mëshirën e mbargjësisë dhe mësuesin e njerëzimit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet dhe plot dinjitet deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, Allahu na këshillon Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Allahun, ashtu si takon atij, dhe asesi mos vlisni ndryshe vetëse me iman." Të dashur vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmend në hadithin e tij se një prej shenjave të kiametit është në këtë zaman që ka më u paraqit më të madhe, është edhe vdekjet e papritura. Prandaj askush prej neve nuk duhet të sigurohet duke menduar se haq se ka vakt kur me dek. I vetmi që e di vdekjen tonë është Allahu. I vetmi i cili e ka caktuar vdekjen tonë është Allahu. E jona nuk është me e ditë kur kena me dek. E jona është me najtë të përgatitur për vdekje. Prandaj rregulli islam, fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam thot: "Kun fi dunya ka'annaka gharibun wa abir sabil." Jeton këtë botë sikur me qenë i huji apo një kalimtar i rastit. Sepse vërtet të gjithë jemi kalimtar, sado që na duket se jemi të jetu shumë. Nuhi alayhi salam, i cili ka jetu apo ka bë thirrje popullit vet 950 vjet, po ka jetu më shumë se 950 vjet. Është fjala e tij, ajo që përdoren në disa pleq në trojet tona, kur e kanë pyetur se si tu ka duk gjithë ky ymër, gjithë kjo jetë, ka thonë alayhi salam, është si me hy për një derë e me dal për një derë tjetër. Nuhi e ka thonë, i cili mas shumëti në botë ka jetu kë, edhe si jeton kush ma shumë se sa ai. Sado që është jeta gjatë, prap duket e shkurt për arsye se harxhohet. Nuk është përgjithësia jona sa kemi me jetu, përgjithësia jona është çysh kemi me jetu. Përgjithësia jona është çysh ka me na gjetë vdekja, sepse çysh jeton edhe vdes, kjo është rregull. Prandaj vazhdon transmetimi, kushtohet, jeton këtë botë si më kanë i huj, mysafir, ose një kalimtar i rastit. Thot pjesa tjetër vazhdon, thot kur të qoheshin sabah mos e prit akshamin. Kur të vjen akshami mos e prit sabah, më thon hajt se ka vakt. Planet më i bën shumë gjata, a me ditë që vdekjen e ke më afër se sa damarin e qafës. Kjo nuk është për me të friksu që ti mos me punu. Kjo është për me të vetëdisu që ti me punu për ahiret më shumë se sa për dunja. Allahu Gjeleshanu kër e kanë zerë Adimin a.s. këtë botë, nuk e kanë zerë për me knaq. E kanë zerë për me vetëdisu. E kanë zerë në dunja, e ka zbrit në këtë botë, me një farfor, me një lloj dënimi mi adhonë se nuk ja ditë vlerën asaj që ta fala, e tash fitoje me mund. Pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ju thot sahabëve: "A nuk jeni të kënaqur?" Kur njëri prej tyre tha: "Ja Rasulullah, lutë Allahun xhaleshano Omeri saktësisht. Lutë Allahun që më na hap dunjon, që ja ka hap persianëve dhe romakëve. Të mirat e dunjas më na ardh." Tha Omer: "A nuk e i kënaqur që Allahu xhaleshano më ia dhon aty në dunjan kurse neve ahiretin? Sepse kjo botë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, me gjitha të mirat që mundën më u duk, thot është burgu i besimtarit. Kurse për qafirin është xheneti i tij. Në krahasim me ato që ka me gjetë, sado që vun besimtari, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sillet në ditën e gjykimit ai besimtar, i cili kur nuk ka pa kënaqësinë këtë botë dhe i ka provu të gjitha vështirësitë e dunjas. Ku ekzistojnë e ku se ekzistojnë njëri që mas shumë t'i ka pas vështirësi. Edhe futet në xhenet, Allahu e fut në xhenet veç një çtinë në xhenet edhe në zerë. Edhe para tan miletit i thot: "O robi jam, a ke pa ndonjëherë vështirësi? A ke ditë?" Thot: "Ja Allah, unë nuk e di çfarë vështirësia. Kur nuk kum pa, kur nuk kum nia as diçka është prej lezetit të atij çasti." Prandaj të dashur vëllezër, ta jetojmë këtë botë me shumë kujdes. Mos të zhytemi në të dena të mas sa me na vdek zemrat mas saj. Kur Allahu Gjeleshanu i merr njerëzit e mirë, njerëz të devotshëm, të cilëve na ja kemi zili pozitiv, kuptimin pozitiv zili,
për ibadetet e tyne, për edukatën e tyne, për sjelljen e tyne. E një për tyre lusë Allah në zgjellë që ai të cilin sot do të avarosim të ketë qenë edhe të dëshmojmë për Allah të zgjellë se e kemi njoftë të tillë. Ti merr motiv. Dhe bëhemi persona që edhe për zgjallë edhe për zdekim i motivojmë tjerët. Jo persona që mbjellim energji negative kur na shet dikush s'ka qef me neve. Kur na takon dikush s'ka qef mul me neve. Edhe selam s'do me na dhoni ik, thotë se ky të lodh. Pozitiv, i sjellshëm, i thjesht. Edhe për fund e dini se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pa një gjenazë që shkon dhe sahabët e kanë lavdru, ka thonë ju bë obligim. Pastaj kaloi një gjenazë tjetër, sahabët e kanë kritikuar. Tha ju bë obligim, i thanë çka ja Resulullah të parit e çka të dytit. Tha të parit ju bë obligim xheneti, të dytit xhenami, Allah na ruaj. Pse? Tha juni dëshmitar të Allahut të zgjen në fytyrë tokës. Dëshmitar ata të sinqertë, jo dallaverxhit. Të sinqertë që zemrat e tyre janë të pastërta, që dunjaja nuk i ka mashtruar, kur dëshmojnë vallahi kanë burrë mirë filane. Janë dëshmitar të Allahut të zgjen në fytyrë tokës. Prandaj kur të vjen ai momenti i vdekjes për secilin prej neve, le të jemi prej atyre që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e kanë pa një gjenazë. Ka thonë mustarihun au mustarahun min. Ose ky o rahatu pi dunjos ose tjerë janë rahatu pi ti. Dy lloj njerëzish i pas këne. Ose personi i cili me ibadetën në dunjë e ka lodh veten, po normal se s'është kollaj më fal 5 herë në ditë. Veç me këshyr terminin çdo ditë sa sot dreka, sa sot i qinia, sa sot akşami ball ku është avdesi, ku janë sejdë, ku namazi. Ky person që i ka kryer ibadetet, sado që lodh, ka me gjetë rahatllëk në botën tjetër. Ose mustarahu min, ose të tjerë të rahatohen pi ti. Ta zgjedhim cili do t'jemi. Andaj, ose e patëm edhe rastin për rahmetliun, lusë Allah në zgjellë që ta qetësojnë botën tjetër. Ata, ne i qetësoj të vdekurit tanë, të ne i rahatoj ata që ne kanë vdek. T'ja u bëj nur Allahu Gjelleshanu varët e tyne, t'ja u qetësoj shpirtat e tyne, të rahatoj trupat në tokë. Zot, edhe neve kur t'na merr shpirtin na merr me iman. Na bën për atyre që dunjaja nuk na mashtron deri në atë masa me haru vdekjen dhe ahiretin. O Zot na mundësoj që të punojmë për këtë botë atë sa duhet me punu dhe përmes kësaj bote ta fitojmë xhenetin. O Zot na mundësoj që të punojmë për ahiret ditë e natë. Edhe me rahmetin tënd na fut në xhenet o Zot, jo me punët tona. Sepse sado që punojmë shumë, ky është i madh. Të mirat tua janë të mëdha ndaj neve dhe nuk mundmë me ta la këtë mirësi, me ta shpagu këtë mirësi, këtë rahmet që na ke dhënë. Andaj na shpërblen me xhenet, neve, akrabat, fëmijët, evlat, dashurit tanë. Zot mëshiroj ata që kanë vdek, udhëzoj, ruaj ata që janë gjallë. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahi